Gjatë 24 orëve të fundit, vendi është përfshirë nga kushte të paqëndrueshme atmosferike dhe rënje të ndjeshme të temperaturave. Si pasojë, në disa qarqe janë evidentuar problematika të lidhura me përmbytjet, rritje të niveleve të lumenjve, bllokime rrugore dhe rrëshqitje dherash. Qarku Shkodër mbetet një nga zonat më të prekura. Në bashkinë Shkodër, zonat e Obotit dhe Dajçit vijojnë të përballen me rritje të nivelit të ujit si pasojë e prurjeve të lumit Buna dhe Drin, si dhe rritjes së nivelit të liqenit. Rreth 500 hektar tokë bujqësore janë ende në ujë, kryesisht në fshatin Obod dhe njësinë administrative Ana e Malit. Në qarkun Lezhë, përmbytjet kanë prekur kryesisht tokat bujqësore. Në bashkinë Lezhë raportohen rreth 1200 hektar tokë bujqësore në ujë, kryesisht në zonat Ballndren dhe Zejmen. Në Zorovic dhe Zejmen, tërheqja e ujit po ndodh me ritme të ngadalta. Qarku Vlorë paraqitet me situatë në përmirësim gradual. Në bashkinë Vlorë, niveli i ujit të lumit Vjos në zonën e Novoselës ka nisur rënje dhe situata po shkon drejt normalizimit. Megjithatë, mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Në bashkinë Selenic vijojnë problematikat nga rrëshqitjet e tokës, në fshatin Vajz dhe në disa akse rrugore rurale, ku qarkullimi kryhet me kufizime. Në qarkun Korç, problematikat lidhen kryesisht me rrëshqitje dherash, prezencë uji dhe dëbor në disa akse rrugore. Në bashkinë Maliq, si pasojë e çarjes së argjinaturës së lumit Devoll, janë përmbytur rreth 3600 hektar tokë bujqësore, ndërsa situata po mbahet nën kontroll pas ndërhyrjeve të strukturave përkatëse. Në bashkinë Devoll, pas çarjes së argjinaturës së lumit Oshtic, u përmbytën rreth 270 hektar tokë, por çarja është mbyllur dhe situata është stabilizuar. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, forcat e armatosura vijojnë angazhimin në mbështetje të komuniteteve të prekura, veçanërisht në zonat me përmbytje dhe izolime. Efektivët janë të angazhuar në shpërndarjen e ndihmave ushqimore dhe ujë të pishëm, mbështetjen e banorëve dhe garantimin e aksesit në zonat problematike, në bashkëpunim me strukturat e mbrojtjes civile dhe pushtetin vendor.